Rreshtet e dëborës të rëna gjatë së dielës kanë lënë pasoja të rënda në frutikulturë në Dibër. Prania e dëborës dhe më pas ngrica gjatë natës ka shkaktuar dëme të mëdha në frutikulturë. Pemet frutore që ishin në lulëzim apo ato që ishin në formim të frutit janë dëmtuar të gjitha. Fermerët thonë se kjo është situatë e pazakontë për periudhën, ndërsa ndihen të pafuqishëm për ta përballuar. Nderim Kryemati shprehet se prodhimi në qershi që dëbora i ka zënë në lulëzim apo në formim të frutit do të jenë zero për këtë vit, për shkak edhe se temperaturat gjatë natës kanë zbritur disa gradë nën zero. Sipas Kryematit, mungesa e mbështetjes në raste të tilla nga ana e shtetit për t'i subvencionuar rrit akoma më shumë dëmin dhe step fermerët që ta vazhdojnë këtë aktivitet edhe në vitet e ardhshme. Po tani rrezikohet që ka shkuar minus komplet fare. Shteti s'ndihmon fare, çdo gjë unë me vllain kemi shpenzuar mbi 10 milion lekë dap në teknik në për t'i plerose, helme ta prap duan helme gjatë gjithë verës, se llogaritëve të përmend, kështu që jemi në minus totalisht. Rrezikohet edhe molla në këtë borë që ka rënë dhe me këtë minus, sonde parashikohet edhe minus prap, dhe kështu që kemi frikë edhe nga molla. Se edhe molla është gati në të fryrjen e gonxhës. Se ka fryrë, po të jetë gati në të hapin. Ka rrezik se do ta zi embrionin edhe molla. Kështu që frutikultura në Dibër rrezikohet minus zero rrezikohet. Kështu që populli është degradim. Qeshia ka shkuar në zero, nga shteti në minus, as nuk vjen t'i dërsohet kërkush. Minus zero shteti. Jo flitet për simjet, po edhe herë tjera. S'ka garanci shteti. Jemi dembelizuar, s'dim ç'a të themi. Fermerët kërkojnë që dëmet nga fatkeqësitë natyrore të subvencionohen nga shteti, pasi agjencitë e sigurimeve nuk pranojnë që t'i sigurojnë fermat e pemtarisë. Me marr sala, po.